Sot kam vendosur me përgatit një ëmbëlsirë të lehtë të thjeshtë edhe të përqeshme me përbërës që i kemi në shtëpi. Me që tash i kemi kajsijat, do të përgatisim një recetë pikërisht me kajsija që bëhet shumë e shijshme. Fillojmë. Fillimisht po e përgatisim brumin. Për ta përgatitur brumin na nevojiten të rivesë të plota. Te vezët shtojmë sheqer, një gotë që është 200 ml sheqer, një paku me sheqer vanilje. Vazhdojmë edhe i rrahim sheqerin edhe vezët derisa të krijohet një shkum e bardhë. Për afërsisht 4 minuta, besoj që do të mjaftojnë për me përgatit recetën për sot. Pra 3-4 minuta me mikser i rrahim në shpejtësinë më të madhe. Pasi kanë shkumuar kështu, tash vazhdojmë shtojmë përbërësit e tjerë. Një paku pluhur për pjekje, 250 gram miell, ose përafërsisht 2 gota me miell, gjys gote me vaj, gjys gote me qumsht. Shtojmë pak lëvore limoni në rende, vetëm pak, jo shumë, sa për t'i dhënë shije. Dhe krejt përbërësit do t'i përziejmë me lugë. Tash nuk po i përzi me mikser, po vetëm me lugë, ngadal, kështu derisa të bashkohen mirë krejt. Furrën e shporetit do ta lshoni që të nxehet në temperaturë 180 gradë. Për ta përgatitur ëmbëlsirën për sot, po përdorim kajsi. Tash marrim edhe i ndajmë në mes, duke ja larguar bërthamën. Pra tash në këtë kohë i kemi kajsijat, pra një nga pemat që më së shumti, pra piqen këtë periudhë, prandaj edhe po i shfrytëzojmë pra që të përgatisim receta të ndryshme me kajsi. Kështu po i ndaj në feta të holla. Mundeni t'i ndani edhe në pjesë katrore, por unë për së gjati kështu po i ndaj, nuk prish punë si të doni ndani. Kajsi pra mund t'i shtoni sa të doni ju, unë po i shtoj këtë sasi që e kam këtu dhe që e pate edhe jo, edhe tash po i transferoj në një enë tjetër ku po shtojmë pak sheqer. Unë i shtova një lugë të gjellës me sheqer, mund të shtoni edhe 2 lugë nëse kajsijat nuk janë shumë të ëmbla. Edhe tash po i përzim, kajsijat janë gati, brumin e kemi gati, tepsien e kam lyer me pak margaren, edhe tash po e hedhim brumin tek tepsia. Tepsia është e rumbullakët, 30 cm. Edhe mbi brum do i hedhim kajsijat kështu. Unë po i rendes, mundeni vetëm t'i shtoni ju. Pra nuk prish punë, si të doni ashtu ma lehtë, si t'ju vije që ashtu keni me vepru. Furrën e shporetit e kam shuar që të nxehet në temperaturë 180 gradë. Kur furra e shporetit të nxehet, atëherë e shtim ëmbëlsirën që ta pjekim. Pasi kemi arritur në fund, e shtim në furrë që ta pjekim në temperaturë 180 gradë për 25 deri në 30 minuta, por do ta kontrolloni vazhdimisht që mos ju digjet. Pasi që ta lenit që të ftohet, pasi të piqet, për afërsisht një 10-15 minuta e larë që të ftohet, do t'i shtoni sheqer pluhur edhe pastaj e ndani. Unë po e bëj ndarjen për së gjati, por ju mund ta bëni edhe në formë katrore ose në pjesë më të holla. Pra është ideale për me shiju me kafe, edhe ju shijon shumë. Provoni recetën, pastaj na shkruani në koment nëse kjo recetë ju ka pëlqyer ose jo. Unë po ju garantoj për shijen e kësaj recete. Sikur çdo recetë tjetër, edhe kjo bëhet shumë e shijshme. Ato përbërës që mund t'i keni në shtëpi. Provone,
pastaj na shkruani në koment a ju ka pëlqyer receta dhe cila do të ishte receta e radhës që dëshironi me përgatit. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.